Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad, wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin, wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshirplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot do të flasim rreth temës kur do të dalë Dejjali. Të gjitha e kemi dëgjuar këtë fjalë, pra fjalën Dejjal, por çfarë nën kupton kjo fjalë? Dhe kur do të dalë pra Dejjali? Fjala Dejjal nën kupton mashtrim dhe mjegullim dhe mbulim të së vërtetës. Dejjali është përmendur në hadithet e profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Dejjali konsiderohet gënjeshtar dhe mashtrues i madh që do të shfaqet në fund të kohës dhe do të jetë një sprovë e madhe për njerëzit në përgjithësi dhe për besimtarët në veçanti. Ai është quajtur edhe Mesihu i Rrem, Mesihu gënjeshtar, Mesihu Dejjal. Pasi në kundërshtim me profetin Isa alayhis salam, që është Mesihu i vërtetë. Dejjali do të pretendojë se është Zot, gjë që përbën kulmin e mashtrimit të tij. Ai do të përpiqet të mashtrojë njerëzit që të mohojnë Zotin e vërtetë dhe të besojnë në të. Në ballin e tij do të jetë shkruar fjala kafir, jo besimtar. Dhe këtë fjalë mund ta lexojnë që të gjithë, pra besimtar apo jo besimtar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka këshilluar besimtarët të kërkojnë mbrojtje nga Dejjali në çdo namaz. Në një hadith të tij ka thënë, kur ndonjëri prej jush bën tashahhud në namaz, le të kërkojë mbrojtje nga 4 gjëra: nga dënimi i xhehenemit, nga dënimi i varrit, nga sprova e jetës dhe vdekjes dhe nga sprova e Dejjalit. Dejjali është figura më e rrezikshme mashtruese që do shfaqet përpara ditës së Kiametit. Islami i këshillon besimtarët që të jenë të vetëdijshëm për shenjat e tij, të qëndrojnë të fortë në besim dhe të kërkojnë mbrojtje prej Allahut. Lind pyetja, kur do të dalë Dejjali? Përgjigjen e kësaj pyetje e ka dhënë porta e dijes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, Imam Aliu alayhis salam, i cili një ditë, ndërsa po mbante hutben e xumas në mimber, Imam Aliu u pyet: o prisi besimtarëve, kur do të dalë Dejjali? Imam Aliu i tha: do të tregoj shenjat, shkaqet dhe ndodhit që do të ndodhin njëra pas tjetrës. Kur të ndodhin këto gjëra, atëherë do të shfaqet, do të dalë Dejjali. Pastaj Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, tha: numëro me dorën tënde dhe mbaj mend ato që do të them. Dhe filloi të sqaroj më pas, duke thënë: Dejjali do të dalë kur njerëzit ta vdesin, ta braktisin namazin. Ta shenja e parë.
e daljes së Dejxhalit dhe kur braktiset namazi. Kur të shpërdorohen amanetet, kur gjykimi të bëhet nga të dobtit, të paaftit, ata që nuk kanë dije rreth drejtësisë, kur pa drejtësia të jetë burim krenarie, kur sundimtarët të jenë mëkatarë, kur ministrat e tyre të jenë tradhtarë, kur ndihmësit e tyre të jenë mizorë, kur lexuesit e Kuranit të jenë mëkatarë, kur të përhapet padrejtësia, kur të shtohet imoraliteti, pra kururia, kur të shfaqet kamata, kur të kputen lidhjet farefisnore, kur të merren për shoqe këngëtarët, kur të pihet alkooli, kur të thyhen marrëveshjet, kur të braktiset namazi i natës, kur njerëzit të jenë dembel në namazin me xhamat, kur të zbukurohen xhamit, nga brenda dhe nga jashtë, kur njerëzit, kur të zgjaten minberet, kur të zbukurohen Kuranet, kur të merret rishveti, kur të hahet kamata, kur të merren në punë budallëjt, pa që nuk kanë eksperiencë tek puna, kur të lehtësohet vrasja e njerëzve, pra të duket vrasje sikur nuk është asgjë, sikur je duke prerë në një dru apo duke vrarë në një shtazë. Kur feja të shitet për dynjan, kur gruaja të bëj tregti me burrin nga lakmia për pasuri, kur gratë të hipin mbi kafshë të zbukuruara e luksoze, kur gratë të ngjasojnë me burrat dhe burrat të ngjasojnë me gratë, kur selami të jepet vetëm atij që njihet dhe pas kënd tjetër, kur dëshmitari të dëshmoj pa u kërkuar, kur dikush të betohet pa u kërkuar betimi, dhe këtë e gjem shpesh në portregje, ku tregtarët betohen në rrem, në gënjeshtër, kur të vishen me lëkur deleje, ndërsa zemrat i kanë si të uqërve, kur zemrat e tyre, pra njerëzve të jenë më të hidhura se pelini. Pelini është një barishte shumë e hidhur. Kur gjuhët e tyre të jenë më të ëmbla se mjalti, kur brendësia e tyre të jetë më e qelbur se kufomat, kur të kërkohet dituria jo për fen, kur të mohohet e mira dhe të njihet e keqja. Në fund, Imam Aliu tha, kur të ndodhin këto, atëherë shpëtim, mëshirë hyjnore, qëndrim i fort. A nuk jemi sot duke përjatuar gjithçka që përmendi Imam Aliu a.s. në këtë hadith? Gjithçka që na ka përmendur Imam Aliu a.s. para 1400 vjetër. I shikojmë sot me sytë tanë. Gjithçka që përmendet. Pra të gjitha këto shenja janë pra shenjat e shfaqjes së Dejxhalit. Detyra jonë është që të kapemi pas Kuranit, të besojmë në Allahun, të mos mashtrohemi me fjalët,
të jemi vërtet mëkëmësit e Allahut në tokë, të zbatojmë urdhrat e krijuesit tonë, dhe të jemi në rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe të familjes së tij të pastër, të nderuar dhe të shokëve të tij të zgjedhur. Të jemi bashkëpunues, të jemi solidarizues, të jemi respektues, të jemi të dashur, të jemi të dhemshur, por fatkeqësisht dhemshuria në këto ditë është zbehur, është ftohur, ndërkohë që shohim fëmijë, gra, plej të pafajshëm që vriten, sakatohen, gjymtohen, dhe askush nuk e vë ujë në zjarr që të ndalet ajo makinë vrasëse, por vetëm se bllokohen të gjithçka që çon në pushimin për ndaljen e luftës. Dejjali nuk është një, po janë të shumë, edhe I shikojmë edhe sot të përhapur në mesin e shoqërive. Duhet që të jemi për me të drejtën, me të vërtetën, kundër të padrejtës, kundër krimit, kundër dhunës, kundër terrorit. Allahu na dëshiron të mirën, Allahu dëshiron që të jetojmë të qetë, të jetojmë të dashur me njëri tjetrin, të respektojmë njëri tjetrin. Allahu urdhëron vetëm për drejtësi, për mirësi. Përse ne të veprojmë pa drejtësi dhe shëmti e të këqija, a nuk jemi ne për mëkëmësit e Allahut që urdhëron vetëm për mirësi e drejtësi? Lutem Allahun që të na forcojë në rrugën e tij dhe inshallah të na bëjë prej banorëve të xhennetit në jetën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.